Vuani nga pagjumësia, ja receta që ju vendos në gjumë për 30 sekonda. Të gjithë e dimë se një gotë me qumë është të ngrohtë pas një dushi të darkës të sjell edhe gjumin e qetë, por për fat të keq kjo nuk funksionon për të gjithë. Flini vonë dhe ditën tjetër ju duhet të zgjoheni më herët, ndiheni gjithmonë të lodhur dhe asnjëherë nuk e nisni ditën të relaksuar. Por çfarë do të thotë të vuani nga pagjumësia dhe si ta trajtoni atë pa marrë medikamente të ndryshme? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Sleep Speaker do të rëndisim në këtë video teknikat e duhura për të ndihmuar veten tuaj në një gjumë më të mirë dhe më të rehatshëm gjatë natës. Sipas ekspertëve, këto janë teknikat më të mira të cilat do ju vinë në ndihmë në këto situata emergjente, të cilat do ju ndihmojnë të keni një gjumë më të mirë në mbrëmje. Merrni frymë me anën e majtë të hundës nëse e keni të vështirë të flini. Kjo është një metodë joge e cila përdoret për të ulur tensionin e gjakut dhe për t'ju ndihmuar në relaksin e duhur. Terapisti i gjumit Peter Smith sugjeron: shtrihuni në anën e majtë të trupit dhe vendosni një gisht në anën e djathtë të hundës për ta mbyllur atë. Filloni të merrni frymë më ngadalë dhe vendosni gjithashtu edhe me anën e majtë të hundës të kryeni të gjithë procesin. Kjo teknikë është veçanërisht efikase gjatë periudhës së menopauzës, e cila ju pengon të flini më mirë në mbrëmje. Kjo teknikë do ju ndihmojë të relaksoheni më mirë gjatë natës dhe të arrini të siguroni gjumin më të mirë në mbrëmje. Shtrëngohuni dhe relaksohuni. Relaksimi i muskujve e përgatit trupin për një gjumë më të rehatshëm në mbrëmje. Eksperti i gjumit Charles Linden citon: shtrihuni me shpinë, merrni frymë ngadalë dhe thellë me anën e hundës dhe në të njëjtën kohë shtrëngojeni fort gishtin e këmbës, më pas e lironi atë. Bëjeni këtë veprim disa herë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në një gjumë më të mirë të mbrëmjes dhe më pak shqetësime që ju kanosen nga pagjumësia. Përpiquni të qëndroni zgjuar. Funksionon pasi mendja kërkon që të bëjë të kundërt, citon psikoterapistja Julie Hertz. Mbyllini sytë ose mundohuni t'i mbani hapur dhe përsërisni me veten: nuk dua të fle. Truri nuk i përpunon mirë formatat e informacioneve në këto raste dhe interpreton të kundërtën e saj dhe jep udhëzimet për të fjetur më mirë në mbrëmje. Si pasojë, edhe muskujt e syrit do të shlodhen shpejt dhe do t'ju zerë gjumi pa e kuptuar, citon psikoterapistja. Kujtoni se çfarë keni bërë gjatë ditës, por gjithmonë kujtoni anën pozitive të atyre që keni bërë. Kujtoni detajet të gjërave që keni bërë, duke filluar që nga gjërat që keni bërë përpara se të flini deri te ato që keni bërë kur u zgjuat në mëngjes. Kjo do ju ndihmojë të ndiheni më të çlodhur në mëngjes dhe të relaksoni veten tuaj vazhdimisht. Rrotulloni syt. Mbyllini sytë dhe i rrotulloni. Terapistët thonë se kjo mënyrë është shumë efikase për të ndihmuar në një gjumë më të mirë në mbrëmje dhe për t'ju relaksuar, duke nxitur kështu edhe hormonet e gjumit. Vendosni në punë imagjinatën tuaj. Meditimi nëpërmjet vizualizimit funksionon më mirë kur vjen puna tek tretësirat dhe gjithashtu problemet e pagjumësisë. Ekspertët këshillojnë: imagjinoni veten në një situatë ku ndjeni diçka, duke u ndjerë të lumtur ose duke ecur këmbëzbathur në bar. Imagjinoni vende relaksuese dhe kjo gjë do ju ndihmojë që të arrini gjumin e duhur dhe të jeni më të relaksuar në mbrëmje. Këto janë teknika të cilat në mënyrë të rregullt mund të nxisin gjumin tuaj dhe të evitojnë gjithashtu edhe problemet e pagjumësisë. Pagjumësia është një problem i cili nëse nuk trajtohet si duhet mund të nxjisë edhe shqetësime të mëdha të organizmit. Përveç këtyre teknikave ka edhe disa ushqime, të cilat në mënyrë të rregullt do të ndryshojnë situatën tuaj dhe do ju ndihmojnë të flini më mirë në mbrëmje. Ushqimet përpara gjumit nuk duhet të jenë të pashëndetshme, të shpejta dhe me ndikime negative të organizmit tuaj. Pas një dite të gjatë dhe të lodhshme, ju shtriheni në shtratin tuaj dhe mendoni se patjetër duhet të bëni një gjumë më të mirë. Megjithatë, gjumi thjesht nuk vjen. Në vend të kësaj, ktheheni nga ana tjetër e krevatit dhe vazhdoni të shikoni orën
pa e kuptuar se situata ju ka dalë jashtë kontrollit. Por që të mos zëvuani nga problemet e gjumit në mbrëmje, ju duhet të ndiqni disa rituale të thjeshta të cilat do ju ndihmojnë të relaksoheni në mbrëmje dhe të arrini të keni një gjumë më të mirë. Sipas Sleep Speaker, këto janë ushqimet më të mira të cilat mund t'i shtoni pa frikë në menunët tuaj ushqyese për të menaxhuar situatat e pagjumësisë dhe për të ndihmuar kështu të arrini një gjumë më të mirë dhe më të rehatshëm në mbrëmje. Qershit. Konsumi i këtij fruti mund të jetë një nga produktet më të mira fantastike që mund të shtoni në dietën tuaj. Qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në situatat e pagjumësisë dhe mund të ndihmojnë që të relaksoheni më mirë gjatë mbrëmjes dhe të evitoni këto komplikacione. Shtimi i këtij fruti ose edhe i lëngut të tyre mund të përkthehet në një mburojë të vërtet ushqyese në situatat tuaja të pagjumësisë dhe të ndihmojë në një relaks më të mirë gjatë mbrëmjes. Qershit përmbajnë element të mirë ushqyes, të cilët do ju ndihmojnë të rrisni edhe nivelin e serotoninës në tru për të ndihmuar në relaksin më të mirë në mbrëmje dhe për të evituar kështu problemet që ju kanosen nga pagjumësia. Përveç qershive, në dietën tuaj mund të shtoni edhe qiqra. Qiqrat janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese, janë plot me vitamina dhe minerale, siç janë edhe vitaminat B6. Ato kërkojnë që t'ju ofrojnë një prodhim më të mirë të melatoninës. Qiqrave nuk ju mungon as kalciumi dhe as magnezi në përmbajtjen e tyre, dhe mund të kthehen gjithashtu në një gjendje më të mirë relaksi gjatë mbrëmjes, duke ju ndihmuar të qëndroni më mirë në gjumë dhe të evitoni gjithashtu ndjenjat e pagjumësisë. Pagjumësia është një problem i cili duhet të trajtohet në mënyrë të rregullt dhe të shëndetshme. Nëse nuk menaxhohet si duhet edhe me anë të ushqyerjes, atëherë mund të ndikojë në shumë aspekte të organizmit tuaj. Produktet e qumshtit mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur një gjumë më të mirë dhe të relaksuar në mbrëmje. Ushqimet që nxisin gjumin vijnë në të gjitha format dhe ngjyra të ndryshme. Një prej tyre janë edhe qumshti i ngrohtë, i cili mund të japë rezultate fantastike në luftën kundër problemeve të pagjumësisë dhe t'ju ndihmojë të ndiheni më të relaksuar në mbrëmje. Një gotë me qumësht të ngrohtë, e kombinuar me pak mjalt, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të rritur nivelin e serotoninës dhe për t'ju ndihmuar që të bëni një gjumë më të mirë dhe më të rehatshëm në mbrëmje. Është e rëndësishme që ushqimet të jenë në sasinë e duhur dhe të evitoni gjithashtu edhe ushqyerjen e keqe me ushqime të forta. Frutat e thata mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në situatën tuaj praktike të gjumit, por sa kohë konsumohen brenda sasive të rekomanduara dhe asnjëherë në sasi të mëdha. Frutat e thata përmbajnë gjithashtu nivele shumë të mira të aminoacideve esenciale të trypofanit. Nëse dëshironi të përfitoni dy fish, mund t'i kombinoni ato të dyja. Për shembull, mund të përzitni frutat e thata me kosin natyral të përgatitur vetë. Përveç se do ju ndihmojnë të nxisni një gjumë më të mirë, do ju ndihmojnë të keni një shije më të mirë në mbrëmje dhe të evitoni gjithashtu problemet që shkakton pagjumësia. Avokado është një tjetër produkt natyral shumë i rëndësishëm që mund të shtohet në dietën tuaj. Në listën e ushqimeve të cilat mund të nxisin më mirë gjumin, duhet të përfshihet gjithashtu edhe konsumi i avokados. Është një produkt fantastik ushqyes, i cili mund të ndihmojë shumë në situatën tuaj emergjente dhe të evitojë gjithashtu problemet e pagjumësisë. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e dur të produkteve sa më natyrale, të cilat fare lehtë mund t'i përfshini në dietën tuaj. Çajrat e ngrohtë janë një përzgjedhje e mirë që mund të shtohen vazhdimisht në dietat tuaja. Çaji i mirë është një qetësues i vjetër. Më mirë të bëni këtë zgjedhje duke konsumuar çajin e kamomilit ose çajin e livandos. Ndryshe nga çajrat e tjerë me kafeinë, këto janë produkte natyrale që mund të ndihmojnë shumë në situatat tuaja kundër pagjumësisë dhe të nxisin gjithashtu një gjendje më të mirë relaksi. Veçanërisht kamomili është një nga përzgjedhjet më të mira që mund të ndihmojnë në dukshëm në situatat tuaja dhe të evitojnë gjithashtu edhe problemet që u kanosen nga pagjumësia. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendosojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.